Vdekja e babait tim ndryshoi çdo gjë. Nuk ishte thjesht humbja e njeriu që më kishte rritur. Më kishte mësuar të ngrihesha kur rrëzohesha dhe më kishte dhënë gjithë dritën e jetës së tij. Ishte fillimi i një kapitulli të ri, të ngarkuar me përgjegjësi, dhimbje dhe situata që nuk i kisha imagjinuar kurrë. Në ditën e varrimit, ndërsa qëndroja mbi dheun e freskët, ku lotët më përziheshin me baltën, e dija se jeta jon nuk do të ishte më e njëjtë. Mamaja ime, e lodhur, e raskapitur nga netët e gjata në spital dhe nga pesha e humbjes, qëndronte vetëm pak metra larg. E mblidhte shallin pranë fytyrës dhe sytë e saj të skuqur nga lotët dukeshin sikur kërkonin një vend të sigurt. Një mbështetje, një derë të hapur, dhe unë kisha vetëm një derë. Shtëpinë time, gruaja ime Elira qëndronte në krahun tim. Nuk e mbante dorën mbi shpatullën time, nuk më shtrëngonte, nuk më ofronte asnjë prekje për ngushëllim. Qëndronte e ftohtë, e përmbajtur, si dikush që ndodhet në një event ku nuk dëshiron të jetë. E pash shtrembër, u përpoqja të kuptoja nëse heshtja e saj ishte thjesht mënyra se si ajo përballonte dhimbjen, apo diçka tjetër. Por sytë e saj të ngurtë mu dukën të huaja të ditë. Kur u kthyem në shtëpi pas ceremonisë, mamaja qëndronte në dhomën e ndenjes, ulur me duart në prehër. Të gjithë e kishin ngushëlluar, por tani ajo ishte vetëm. Vetëm në atë moshë, me një shtëpi bosh dhe kujtime që e hanin të gjallë. Atëherë unë mora vendimin që më duke më njerëzor, më natyror, më i drejtë. Mami, do vish të rish me ne. Nuk mund të rish vetëm. Ajo ngriti sytë. Ishin sytë e një njeriu që ka humbur gjithçka, por që gjen një grim dritë në fjalët e dikujt që e do. Nuk foli me një herë. Lotët e saj folën të parët, Elira mbeti e heshtur. Nuk kundërshtoi në atë moment, por ajo heshtje më rëndoi më shumë se çdo fjalë. Dhe kështu filloi gjithçka. Mamaja erdhi në shtëpinë tonë 2 ditë pas varrimit. E shoqërova të merrte disa rroba dhe disa fotografi që donte t'i sillte me vete. Shtëpia ku ajo dhe babai jetuan gjithë jetën duke më e ftohtë se kurrë. Çdo mur mbante erën e mungesës. Çdo sen duke sikur priste dikë që nuk do të kthehej më, mos u ngut, i them teksa ajo përpiqej të mblidhte rrobat me duar që i dridheshin. I sillim pak nga pak. Shtëpia është e jotja. Ne thjesht po të marrim tek ne derisa të jesh më mirë. Ajo tunte kokën duke u përpjekur të buzëqeshte, por fytyra i qahej nga lotët sa herë që shikonte ndonjë këmishë të babait. Kur u kthyem në shtëpinë time, Elira po përgatiste drekën. Nuk tha mirë se erdhe, nuk e përqafoi maman. Nuk tha asgjë, vetëm u kthye nga unë. Sa gjatë do të ri? E dyta, pa të kaluar as 5 minuta nga hyrja në shtëpi, mamaja uli kokën. Mua më gufuan gjakun venat, por nuk doja ta tensionoja situatën. Sa të jetë e nevojshme, i thash me zë të kontrolluar. Elira mërmëriti diçka në përdhëmb, por nuk e kuptova. Pastaj vazhdoi të priste perimet, duke i rrëzuar her pas here si dikush që nuk e ka mendjen aty. Fillojnë hapat e pare të tensionit ditët e para. Mamaja u përpoq të mos bëhej barë. Ajo ngrihej herët, pastronte kuzhinën para se Elira të zgjoheshte, përliqte çdo gjë që bënte. Vetëm po ndihmoj pak që të mos lodhet Elira, më thoshte mua në fshehtësi. Por Elira nuk e shikonte kështu. Një mëngjes, teksa zbrita poshtë, i gjeta të dyja në kuzhinë. Atmosfera ishte e ngrirë. Mamaja po kthente një filxhan kafe në pjatëzën e tij, me një prullësi që e njihja mirë. Elira ndërkohë rinte me duar të kryqëzuara. Çfarë ndodhi? Pyeta. Mami ka vendosur t'i bëj ndryshe gotat, tha Elira ftohtë. Unë i kam stilin tim. U kërkova falje, tha mamaja butë. Nuk e dija që kishe rregulla të veçanta. Unë ndjeva një shigjet të mprehtë në gjoks. Një tension i panevojshëm për një gjë fare të vogël. Por e dija që nuk ishte për gotat. Ishte për prezencën. Ishte për hapësirën, dhe Elira nuk e fshihte këtë gjë. Netët e para, bisha e zgjohej e gëheshta natën e tretë. Teksa u futa në shtrat, Elira më foli pa më parë në sy. Kjo nuk është ajo për të cilën firmosa kur u martuam. Për çfarë flet? Për këtë bashkëjetesë me nënën tënde. Më duket sikur shtëpia nuk është më e imja. Është e jona, i thash. Dhe ajo është nëna ime. Ka humbur burrin. S'do ta lija vetëm. Ka shtëpinë e vet, tha ajo. Njerëzit jetojnë vetëm pas një moshe. S'është faji im që ajo s'di. U ngrita me një herë në shtrat Elira. Është e pikëlluar, po flet për maman time. Ajo ngriti supet, edhe unë jam nuse në këtë shtëpi. Edhe unë kam ndjenjat e mia. Fjeta shumë pak atë natë, dhe edhe më pak netët që pasuan. Kërë mamaja fillon të ndjejë kë është e dëshiruar. Mamaja ishte e vëmendshme. E ndjente çdo ftohtësi.
çdo shikim të hedhur, çdo buzëqeshje të munguar. Një ditë më tha, "Bir, nëse Elira shqetësohet nga unë, mund të kërkoj një zgjidhje tjetër. Mund të marr një dhomë me qira diku. Nuk dua të prish qetësinë e askujt." Kjo fjali më dogji shpirtin. Ishte njeriu që më rriti, që sakrifikoi gjithçka për mua. Dhe tani në moshën kur kishte nevojë më shumë se kur për afërsi, ajo ndije e padëshiruar. "Nuk do të shkosh askund," i thash. "Kjo është shtëpia jote." Por zemra ime ishte e mbushur me shqetësim. Nuk dëshiroja të zgjedhja mes nënës dhe gruas sime. Dhe Elira duke sikur po më drejtonte drejt saktësisht atij vendi. Historia arrin pikën e parë të ftohtësisë. Incidenti i pafajshëm është shpërthen së bombe një mbrëmje. Kur u ktheva nga puna, gjeta Elirën të nervozuar. "Dua të flasim," tha me ton ultimat. "Çfarë ndodhi?" "E gjeta maman tënde në dhomën tonë. Po rregullonte dollapin." Mamaja sapo po zbriste shkallët. Fytyra e saj ishte zbehur. "Thjesht doja t'ju palosja rrobat," tha me zë të dridhur. I pash që ishin hedhur. Mendova se ndoshta Elira se pëlqeu këtë, ja ndërpreva. "Nuk është çështje pëlqimi," tha Elira. "Nuk mund të futet në dhomën tonë. Ka kufi." Mamaja uli kokën. U kthye drejt meje me një fytyrë të trishtuar aq shumë sa më tha më shumë se çdo fjalë. "Do të ri në dhomën time," tha. "Nuk do të prek asgjë më." Më pas u mbyll brenda. Ajo natë ishte ndër më të rëndat e jetës sime. Ditët që pasuan incidentin e dhomës ishin si të veshura me një heshtje të çuditshme, të zhurmshme. Mamaja lëvizte nëpër shtëpi si hije, me hapa të lehtë, gjithmonë e përkulur, gjithmonë duke kërkuar të mos bëhej pengesë. Çdo gjë e bënte në heshtje. Gatuante pa zhurmë, lante enët me kujdes që mos i përplaste, hapej dhe mbyllej dera e dhomës së saj si një frymarrje e mbytur. Ishte sikur shtëpia jonë ishte kthyer në një fushë beteje, ku ajo mundohej të mos shkeli mbi mina. Elira ndërkohë po bëhej gjithnjë më e ftohtë, më e ashpër, më e padurueshme, dukej sikur çdo gjë që mamaja bënte e nervozonte. Një herë, vetëm pse mamaja lëshoi një pjatë mbi tavolinë pak më fort, ajo fshau me shpoti. "Do na i thyesh të gjitha me ato duar që dridhen." Një tjetër herë, kur mamaja pyeti nëse mund të përdorte lavatriçen, Elira ja ktheu. "Edhe 2 javë këtu dhe do na rrëzosh gjithë sistemin elektrik." Mamaja heshte. Gjithmonë heshte. Dhe ajo heshtje më therte mua më shumë se fjalët e gruas sime. E drekë është përthen së stuhidita kur gjithçka mori kthesën e bukur të luftës nisi krejt e zakonshme. Mamaja kishte bërë një supë të lehtë, sepse e dinte që Elira nuk donte gatime të rënda. Unë isha ulur në tryez, Elira përballë me telefon në dorë, mamaja në cep, sikur po kërkonte leje të merrte frymë me ne. Ajo vendosi supën para Elirës dhe i tha me një buzëqeshje të vogël, "Shpresoj ta kesh me qejf. E bëra ashtu siç pëlqen ti." Elira ngriti kokën ngadalë. Një buzëqeshje e ftohtë ju shfaq në fytyrë. "Pse duhet të hashti me mendjen time? Kush të tha që më pëlqen kjo?" Mamaja u shtang, mendova se, "Mos mendo për mua," tha Elira. "Do preferoja të mos kishe gatuar fare." Më iku ngjyra e fytyrës, "Elira," thash me ton të prerë, "ajo po përpiqet." "Nuk ja kërkova," u përgjigja ajo, e qetë dhe akull. Mamaja uli kokën. "Për mua s'ka rëndësi," tha me zë të ulët. "Mund të ha më vonë." Ajo u ngrit të largohej, por Elira i tha, "Jo, rri. E ke bër vet, ha vet." Ajo zbriti syt. Ul. Morali i saj ishte shkelur, por krenaria nuk e linte t'i dilte gjendet. Dhe ndërsa ajo filloi të hante, duart i dridheshin aq keq sa luk trokite lehtë mbi pjatë. Ky zë i vogël, ai trokitimi metalit mbi porcelan, e bëri Elirën të humte durimin. "E she, as të haj pa bërë zhurmë s'mund të bëj." Unë godita tavolinën me dorë, "Mjaft." Të dyja u drodhen. Edhe unë vetë. Elira u ngrit në këmbë. "Nuk po jetoj dot më kështu. Çfarë do të thuash?" "Do të them që ose ajo ikën, ose unë." Mamaja ngriti kokën, sytë e saj u mbushën me një herë me lotë të përlotur. Dukej sikur po e therni nga brenda, Elira bërtita. "Si guxon?" Ajo ngriti gishtin drejt meje. "Mos më bërtit mua në shtëpinë time. Edhe mamaja ime është. Po e më mbytet. S'kam më hapësirë, s'kam më kontroll. S'jam më gruaja e kësaj shtëpie. Ke frikë nga një grua 70 vjeçare?" Nuk e di pse thash pikërisht këtë. Fjalët u dogjën në ajër si shkëndia benzine. Sytë e Elirës u bën të errët, të rrezikshëm. "Ke zgjedhur anë," tha ajo ngadalë. "Dhe do ta mbash mend këtë ditë." Papritur, u mbështet te karrigia dhe nisi të qante me zë të ulët. Isha i tronditur, sepse nuk qante pothuaj kurrë.
E pash maman, e pash Elirën, isha mes dy botëve që po thërmoheshin. Mamaja mori çantën e saj të vogël nga qosheja, do I kisonte, tha. S'dua t'ju bëj dëm. Bir, ju dua të dyve. S'dua të jem shkak I grindjeve. Ajo nisi të ngrihej, Elira, I thash, thuaj të mos ik. Ajo se hapi gojën. Qëndroje heshtur me sytë e ulur, duke I dhënë mamit përgjigjen që nuk pati guxim ta thoshte me zë, pikërisht kjo heshtje më vrau. Ndodh dicka e paplanifikuar rreth orës 7 të darkës, teksa po përgatitesha ta çoja maman në shtëpinë e vjetër. Ajo papritur u rrëzua në korridor. Lëshoi një rënkim të mbytur dhe mbeti në dysheme, duke u mbajtur te gjoksi, mami, bërtita duke u hedhur drejt saj. Elira erdhi me vrap. Për herë të parë prej ditësh, pash frikë të vërtet në sytë e saj. Mamaja I drite buzët, gishtat I kishte të mpirë. Nuk marr frymë si duhet e mora në krah. Mora gjupin e saj dhe e qova drejt makinës. Elira erdhi pas nesh, pa fjalë e shastisur në spital pasi u stabilizua mjeku më tha. Stresi I fortë e ka çuar në gjendje paniku të rënd. Ajo nuk duhet të rrijë vetëm. Jo tani. Jo në këtë moshë. E pash Elirën, sy më sy, ajo uli shikimin. Kthimi në shtëpi një qetësi e frikshme kur u kthyem, mamaja shkoi në dhomën e saj dhe ushtri me qetësi. Elira dhe unë betëm vetëm në korridor. Ajo foli e para, nuk e kisha me kaq. Çfarë nuk e kishe? Të arrinte puna deri këtu. Mendova se thjesht nuk do rrihej bashk. Jo që do sëmurej. Po nëse do ndodhte më keq, do rrije me të njëjtën kokë fortësi. Ajo u mbështet te muri. Unë thjesht kam nevojë për kufi. Nuk jam mësuar të jetoj me askënd. Është mama ime, I thash. Është e vetme. E pikëlluar. Dhe s'ka askënd tjetër veç nesh. Ajo heshti për një kohë. Dhe pastaj tha fjalin që nuk e prisja. Nuk e di nëse mund ta bëj. Fillon e herë e prisnim një tjetër sekret nesërmen. Mamaja më kërkoi të flisnim vetëm. Erdhi në dhomën time, ul në karrigen pranë dritares dhe më drejtua me një ton që më ngriti qimet. Bir, unë e di që Elira nuk më do. Mos e thuaj kështu. E shoh në sytë e saj çdo ditë, por dua të dish diçka, ajo mori frymë thellë. E kam parë që ajo fle shumë pak kanet që qanë në banjë. S'doja të lodhja, por ajo nuk është thjesht e mërzitur nga unë. Ka diçka tjetër brenda saj. Çfarë thua? Ajo uli zërin, e pash disa herë me një kuti ilaçesh. Ilaçe qetësuese. Ilaçe të forta. Unë ngriva, je e sigurt? Po. Fshihet sa herë më she. Nuk dua të përfshihem, por kjo nuk është thjesht çështje xhelozia apo zonash. Ajo mban diçka brenda që unë nuk e kuptoj. Sytë e saj u mbushën me atë frikën e vjetër të nënës që sheh diçka të errët për fëmijën e vet, dhe më trem fakti që më urren, sepse nuk e di si mund të reagoj kur është në atë gjendje. Fjalët e saj më ranë në shpirt sigur të rënd. Nuk prisja këtë kthes. Nuk e prisja këtë sekret. Nuk e dija që historia që po përjetoja nuk kishte të bënte vetëm me refuzimin e nënës. Kishte të bënte me një të vërtet të fshet brenda Elirës, diçka që nuk e kisha parë kurrë. Atë natë nuk fjeta fare. Fjalët e mamit më përplaseshin në kokë si valë të turbullta që zgjenin breg. Nuk e dija çfarë të mendoja, çfarë të besoja. Elira duke I thjesht e mërzitur, xheloze e pamësuar, por ilaçe qetësuese, net me lot të fshehur. Një gjendje që asun burri I saj nuk e kisha vënë re. Në mëngjes, Elira ishte zgjuar herët. Ishte në kuzhinë duke bërë kafe, e veshur me një blu të bardhë të gjerë që nuk ja kisha parë kohët e fundit. Ishte e lodhur. Jo thjesht e mërzitur, por e lodhur nga brenda, sikur mbante peshën e disa jetëve mbi shpatulla. Unë fola I pari, duhet të flasim. Ajo ngriti sy, të zinj, të turbullt, me radhë të errët poshtë. U kujtova atë që kishte thënë mamaja. Net pa gjumë, net me lot, në rregull, tha ajo qetë. Fli. U ulëm në tryez. Ajo në njërën anë, unë në tjetrën. Distanca që na ndante duke më e madhe se kurrë. Mami më tha diçka dje, fillova me kujdes. Fytyra e saj u tendos menjëherë, si tel hekuri që lakohet nga presioni. Çfarë të tha? Nuk është çështje se nuk e do apo se nuk jetohet bashk. Më tha se je keq emocionalisht, që po merri ilaçe qetësuese. Qetësia ra në kuzhinë si një perde e trash, Elira uli syt. Duart I dridheshin pak. Nuk e fshehu, pra ajo ta tha, përshpëriti e ka parë. Nuk ishte duke më spionuar. Elira është e vërtet. Ajo mori frymë thellë, shumë thellë, si dikush që po vendoste më në fund të hapte një derë të mbyllur me vite. S'kam dashur ta dish, tha me zë të lodhur. S'kam dashur të mërzitesh, ose të më shihje ndryshe.
Teksa fliste, syti mbusheshin dalë ngadalë. Kam vite me ankth, tha. Kam periudha ku më merr fryma, ku më duket se do vdes, ku më duket se jam në ujë. Para se të vinte mamaja jote ndihesha më e qetë. Më kontrolloja më mirë. Por kur vdiq babai yt, kur ti fillove të zhdukesh nga shtëpia për të shkuar te shtëpia e tij, e pash që diçka do ndryshonte. Po pse nuk më the asnjëherë? Sepse, tha ajo duke më parë drejt në sy, sepse ti je njeriu i vetëm që kam në këtë botë. Dhe më tremte ideja që mund të më shihje si të dobët, si të çmendur, si të papërgjegjshme, si dikë që duhet mbrojtur. Ajo fshiu lotët me shpejtësi, dhe pastaj erdhi mamaja jote. Njeriu që ti do më shumë se çdo gjë. Njeriu që nuk dua t'ja marr vendin. Njeriu që kam frikë se do të ndryshoj. Dhe kur ajo u fut në shtëpi, sikur u ringjall frika ime më e vjetër. Cila frikë, pyeta but. Qau pak më shumë tani, pa u fshehur, frika se nuk jam e mjaftueshme. Fjalët e saj më shpuan. Frika që nuk e kisha imagjinuar kur. Frika që e kishim mbajtur e qetë, të ftohtë, të ashpër. Frika që e kishte nxjerr gjitha të xhelozi, nerva, acarim. Elira nuk e urrente maman, por i kishte frikë. Frikë se do humbiste vendin e saj në zemrën time. Frikë se do zëvendësohej. Frikë se unë do zgjidhja mamin dhe jo atë. Ajo vazhdoi, kur e dëgjova që do e sillje këtu unë ndjeva e humbur. Sikur humba shtëpinë time. Dhe kur hyri ajo unë ndjeva e panevojshme. Çdo gjë që bëja, ajo e kishte bërë më mirë. Çdo vend që hapa, dikur e kishte hapur ajo. Çdo gjë në ty që njihja, vinte prej saj. Një lot i rëshiti në faqe, dhe unë humba kontrollin. U bëra nervoze. Më vinte trupi dridh. Sflija. Mbaje mend kur më the pse nuk fle në darkë. U gënjeva. Ishte ankthi. Po më gëryente. Po më mbyste. Dhe ilaçet i përdorja fshehurazi se më vinte turp. Ajo ngriti kokën dhe më pa drejte në shpirt. Ti mendon se unë nuk e dua maman tënde. Jo, birë unë kam frikë prej saj. Frikë se do të kthej kundër meje. Frikë se ti do e zgjedhësh atë. Frikë se unë jam e tepërt. Në atë moment, për herë të parë e pash Elirën ndryshe. Jo si një grua egoiste, por si një grua që po digjej nga brenda, një grua e thyer, e friksuar, e mbushur me plagë të vjetra. Një grua që s'dinte si t'i jepte emër dhimbje se vetë mami dëgjon gjithçka nuk e kishim dëgjuar derën e dhomës së mamit që ishte hapur. Ajo qëndronte në korridor. Sytë e saj të mëdhenj, të butë, rrjedhnin lot pa zhurmë. Ishte e qetë, e heshtur. Elira u ngrit menjëherë e tronditur. Mamaja, ju lutem, s'kisha ndërmend, por mamaja e ndërpreu me zë të butë. Elira, unë s'kam ardhur të marr djali. Unë kam ardhur se kam nevojë për dashuri, dhe se dua të jap dashuri, jo të marr. Ajo ju afrua ngadalë Elirës, unë mezi mbaja lotët. Mamaja vuri dorën mbi krahun e Elirës. Isha unë që s'di të ruaja hapësirën tënde. Isha unë që s'pash se ti kishe frikë. Faleminderit që e pranove. Elira nisi të qante si fëmijë. Mamaja e tërhoqi drejt vetes. E përqafoi. Me butësinë atyre duarve që kanë rritur një jetë të tërë, unë i pash, gruaja që desha më shumë dhe gruaja që më rriti, duke qarë në krahët e njëra tjetrës, një skenë që s'mendoja se do e shihja kur. Sikur dikush po përpinte gjithë dhimbjen e ditëve të fundit dhe po nxirrte dritë. Për historia e kë mbaron këtu, ky afrim i tyre ishte vetëm fillimi. Çdo e vërtetë zbuluar sjell një të vërtetë të re pas saj, dhe unë nuk e dija atëherë, që brenda Elirës fshihej edhe një sekret tjetër. Një sekret që do i trondiste të gjithë. Një sekret që do i bënte marrëdhëniet tona edhe më të brishta. Një sekret që nuk lidhe me maman as me mua, por me të kaluarën e saj. Tavolina e drunjt në kuzhinë dukej sikur mbante mbi vete gjithë tensionin e shtëpisë. Asnjë prej jush nuk lëvizte. Asera nuk guxonte të hynte nga dritarja e hapur. Ti shikoje të dyja, duke kuptuar se nëse kjo natë nuk shfryhej, familja jote do të shpërbëhej. Nëna jote ishte ulur me duart të mbledhura në prehër. Një gjest i zakonshëm për dikë që kërkon të bëhet më e vogël se ç'është. Sytë e saj shmangeshin sa herë që Gjeni e shikonte. Duke i gati të ngrihe e të ikte, të mos ishte pengesë. Ndërsa Gjeni me barkun e rumbullakosur ishte e lodhur, e raskapitur nga emocione që i mbante brenda prej muajsh. Ajo kishte dhimbje në sy, por edhe zemërim. Një lloj zemërimi që lind kur një njeri ndihet i papar, i pa dëgjuar, ti merr frym thellë. Nuk do ketë më heshtje, thua me zë të prerë. Nuk dua të jetojmë kështu. Gjeni ngrin, nëna ul kokën edhe më shumë. Nëna ime nuk është barë, vazhdon ti. Dhe as ti nuk je armi, por diçka ju ka larguar të dyjave dhe dua ta di çfarë.
Gjeni dridhet, nëna lëshon një pëshertim të lehtë, si një vaj i heshtur, ti kthehesh nga Gjeni, ti fillo. Thuaje çfarë ke ndier gjithë këto muaj. Ajo të shikon me sy të mbushur. Zëri ngrihet ngadalë, si një gjethe e thyer që nuk ka më fuqi të qëndroj. Nuk është se nuk e dua nënën tënde, thot e dridhur. Nuk është se s'dua t'i bëj mirë, por që nga dita që humbe babain, ti u zhduke. Jo fizikisht, por u zhduke nga unë. Ti befasohesh, si u zhduka? Gjithë kohën me të, gjithë kujdesi për të humba unë. Më dukej sikur kishte ardhur dikush për të më zëvendësuar. Fjalët e saj të priten si thik. Ti kërkon të flasësh, por Gjeni vazhdon, zëri i dridhet gjithnjë më shumë. Jam shtatzën, po kaloj ndryshime, kam frikë, jam e lodhur dhe ti nuk e pas njëherë. Asnjëherë. Vetëm ajo. Vetëm ajo. Vetëm ajo. Lotët i bien. Nëna hap sytë e saj të lagur, e papritur në mes të dhimbjes, ajo flet. Vajz, unë nuk kam ardhur t'ju marr djalin. Kam ardhur të mos vdes vetëm. Por Gjeni nuk frenon më, e kuptoj. Por a e kuptoni ju si ndihem unë? A e kuptoni që shpesh, kur dëgjoj hapat tuaj, kam frikë të dal nga dhoma ime sepse mendoj se ju bezdis? A e kuptoni që e kam ndier veten mysafire në shtëpinë time? Zëri i saj godet fort, nëna stepet. Ti prek balli me dorë, nuk e prisje këtë shpërthim. Pse nuk ma the më herët, pyeti Gjenin. Se kisha frikë, thot ajo me zë të thyer. Frikë se do më shikoje si njeri egoist. Frikë se do më krahasoje me nënën tënde. Dhe një grua s'mund të konkuroj me nënën e burrit. Nëna jote ul dorën në zemër. E godet fort kjo fjali, ti nuk je në garë me mua, pëshpërit ajo. Unë jam plakur. Ti je re. Ti e gruaja e djalit tim dhe nën e fëmijës që vjen. Ti ke gjithë jetën përpara. Unë kam vetëm fundin, e thot me një trishtim që prek çdo centimetër të shtëpisë. Por pastaj Gjeni e hedh bombën. Nuk është vetëm kaq, thot. Ka diçka tjetër, diçka që ka mbajtur për vete. Ti dhe nëna shikoni njëri tjetrin. Çfarë është? Pyeti Gjeni mbyll syt dhe frymon thellë, sikur po nxjerr një sekret të rënd që e ka mbajtur të fshehur për vite. Para disa muajsh, para se babaju të ndahej nga jeta, unë e dëgjova një bisedë. Një bisedë që nuk duhej ta dëgjoja kurrë. Nëna ngrin, Gjeni vazhdon. Ai i lutej nënës tënde të mos vinte kur të jetonte me ne. I lutej. I thoshte mos ua shkatërroj jetën fëmijëve. Dhe kur ai vdiq, ajo erdhi. Fjalët bien si rufe. Korridori erët jashtë duket sikur merr frym. Nëna mban frymën. Ju të dy ngrini syt drejt saj. A është e vërtet? Ajo shkon kokën, por me një dhimbje që e tradhton, ti e kupton, sekreti ekziston, dhe tani gjithçka do ndryshoj. Heshtja që pasoi shpërthimin ishte më e rëndë se çdo fjalë e thënë më parë. Ajo ra mbi shtëpi si një mjegull e trashë që të merr frymën. Ti shikoje të dyja gratë, duke u ndier sikur dikush të kishte shtypur fort kraharorin. Ajo që sapo dëgjove nuk ishte një thërrje e thjeshtë. Ishte një plagë që askush nuk e dinte se ekzistonte. Gjeni rinte ulur, me duar të dridhura mbi barkun e saj, ndërsa nëna kishte zverdhur e tëra. Syti kishte mbushur me një lloj dhimbjeje që nuk e kishte parë kurrë në fytyrën e saj. Mami, është e vërtet? Pyeti me zë që mezi mbahej. Ajo mbyll syt, sikur të kërkonte forcë nga një botë që s'ishte më aty, po, pëshpërit më në fund. Babai yt, ai nuk donte të vija. Ti ul me njëherë kokën, sikur dikush të kishte qelluar me grusht. Pse? Pse do të thoshte diçka të tillë? Nëna e mban dorën te fyti, duke u përpjekur të flasë, se më njihte. Gjeni ngrin, ti e shikon pa kuptuar. Më njihte mirë, vazhdon ajo. E dinte që isha kokë fort, se nuk kisha ku të shkoja, se do të mbahesha pas teje. Dhe ai e dinte më mirë se kushdo që unë nuk di të largohem. Ti buzëqesh pak, me hidhërim, po pse nuk më the kurrë? Ajo të shikon me sy të përgjumur nga lotët, se do të më ktheje mbrapsht. Kjo fjali e thyen Gjenin. Ajo e mbulon fytyrën me duar. Ishte bërë betejë mes dy grave që nuk e urreni njëra tjetrën, por që secila luftonte për të mos humbur ty nën, grua dy dashurit të ndryshme. Të dyja të thyera në mënyra të ndryshme. Nëna ngrihet ngadalë nga karrigia. Do largohem, thot ajo papritur. Nuk dua t'ju prish më. Kam jetuar mjaft. Do shkoj te motra ime, ose te kush më pranon. Mjafton të mos ju shkatërroj. Ajo kthehet nga Gjeni, më fal. Nuk kam dashur të marr djalin. Nuk kam dashur të shtyja më njan. Vetëm nuk kam dashur të vdes vetëm. Gjeni shpërthen në lot. Nuk dua të largoheni, thot ajo mes lotëve. Kam qenë pa drejt. Kam qenë egoiste. Kisha frikë se nuk do të më donte më si më parë.
Nëna i afrohet Gjenit si kur të ishte një fëmijë i vetmuar. Ti e gruaja e tij, dhe nën e fëmijës së tij. Ç'gjë më të bukur se kjo mund të doja për djalin tim. Unë nuk dua vendin tënd. Dua vetëm pak vend për të marrë frymë. Ti shikon dy gra të ndrojtura të thyera por të sinqerta dhe vendimi që duhet ta merrje ti nuk ishte më i vështirë. Ti afrohesh te nëna, i vendos duart mbi supet e saj dhe i thua, nuk ka largim. Jo nga kjo shtëpi. Kjo shtëpi është edhe jotja. Je nëna ime. Dhe unë jam ai që duhet të të mbaj, jo të të lë. Pastaj kthehesh nga Gjeni, dhe ti nuk do humbësh kur vendin tënd. Kjo është shtëpia jote. Të dyja do rini këtu. Të dyja do jeni pranë njëra tjetrës. Sepse unë nuk dua një jetë me urrejtje. Dua një familje. Kaq duhej, një fjalë që të thurte bashk, jo t'ju ndante. Gjeni ngrihet, shkon drejt nënës dhe e përqafon. Një përqafim i ngurtë në fillim, por më pas i ngrohtë, i pastër, i vërtet. Nëna plas në lot në krahët e saj. Është hera e parë që vajza e shikon jo si një kërcënim, por si dikë që do mbështetje. Do përpiqem, i thot Gjeni. Edhe unë, i përgjigjet nëna, ti shikon dhe ndjen se një kapitull i ri po fillonte, jo i përsosur, jo pa vështirësi, por i ndërtuar mbi një të vërtetë. Familja nuk është gjithmonë e lehtë, por kur njerëzit zgjedhin të mos largohen, atëherë ajo bëhet e pathyeshme. Dhe kështu në atë shtëpi ku kishte mbretëruar tension, ajo natë solli paqen. Një fillim të vështirë, por të sinqert. Një fund që ishte në fakt nisja e të gjithëve. Ditët e para pas gjimit ishin një përzierje e çuditshme midis gëzimit të familjes dhe dhimbjes së brendshme të Ardit. Një dhimbje që askush nuk e shikonte. Ndërsa të gjithë e shihnin si një mrekulli të gjallë, ai ndjehej si një fantazmë e kthyer nga humnera, i pakapshëm, i thyer dhe i padrejtësisht i gjallë. Heshtja e tij filloi të bëhej e dukshme. Mjekët prisnin fjalën e parë. Infermierët qeshnin me përkëdheli çdo herë që ai lëvizte gishta. Elena e ledhatonte flokun, duke biseduar me të sikur ai të ishte një fëmijë i vogël që kishte nevojë për kujdes të pandërprer. E vetmja që druhej t'i afrohej ishte Mira. Ajo rinte në cep, sikur e mbante veten larg që mos t'i prishte qetësinë. Por në fakt, ajo mbahej larg nga frika e fajit. Zemra e saj ishte bërë një mal i errët me peshë nga brenda. Dhe çdo hap drejt djalit i dukej si një tradhti ndaj vetes. Ardi ishte ai që e ruante distancën. Sa herë hyrte Mira, pupilat e tij ngushtoheshin, shpatulla i ngrihej paksa, frymarrja i bëhej me thellë, shenja të vogla, por të qarta që zemra e tij nuk ishte e gatshme. Ai e përjetonte nënën e tij jo si figurë ngrohtësie, por si një zë që i përshpëriste vdekjen. Nuk dua të vdes, mami i një pasdite, kur Elena ishte larguar për të sjellë ushqim, Mira hyri në dhomë me një vendosmëri të çuditshme. Ju afrua shtratit me hapa të ngadalshëm, mbajti dorën e tij. Edhe pse Ardi u përpoq ta tërhiqte instinktivisht. Ajo e pa në sy për herë të parë pas gjimit, dhe pikërisht atëherë, Ardi e pa nënën të plasaritur. Jo gruan e fortë që kishte njohur gjithë jetën, por një nën të rënë të plakur brenda natës që mbytej nga faji. Ardi, të lutem, zëri i dridhej, mos më shtyj, mos më urre. Mami ka bërë gabime, shumë gabime. Ai e uli shikimin, nuk fliste, thjesht dëgjonte ritmin e monitorit që ndizej e fikej. Sikur ishte i vetmi tingull që e mbante minimalisht në këtë botë. Mira u ul pranë tij, lotët i rëshisnin faqeve. Dua ta dish çdo herë që kam thënë fjalë të këqija, nuk ka qenë kundër teje. Ka qenë kundër fatit, kundër jetës, kundër dhimbjes që nuk mbaronte. Ardi lëvizi gishtat lehtë. Sikur donte t'i thoshte diçka, por nuk mundej. Mira vazhdoi. Unë nuk të kam dashur kur më pak. As për një sekond. Thjesht unë u thyeva. U lodha. U bëra egoiste, dhe Zoti më dënoi me fjalët që i thash, por ti nuk duhet i dëgjoje kur sytë e tij u mbushën me lagështi, dhe atëherë, për herë të parë, pas shumë ditësh heshtjeje, një zë i ngjirur i dobët, por njerëzor doli nga buzët e tij. I dëgjova të gjitha. Mira ngriti kokën me tmerr. Zëri i tij e goditi në shpirt më shumë se çdo akuzë tjetër. Gjithçka mami, ajo mbulua me duar dhe qau. Qau si një fëmijë. Nuk doja ta thoja për ty, isha e lodhur, u bëra njëri keq, më fal, bir, por falja nuk ishte një derë që hape aq lehtë. Jo për Ardin, jo kur plagët ishin ende të freskëta. Hapa drejt ringritjes, mjekët e nisën terapinë intensive fizike. Trupi i tij kishte humbur masë muskulore, dhe duhej të mësonte të ecte nga e para. Çdo hap ishte një provë. Elena ishte gjithmonë aty, Mira rinte pak më larg. Ardi e ndjente dorën e motrës si një spirancë të sigurt. Ajo e ngrinte moralin, e bënte të qeshte pak, i fliste si dikur. Por netët ishin më të vështirat, në qiellin e spitalit nuk ishte yje.
Muret e bardha nuk mbanin premtime. Ato fjalë të nënës së tij i vinin ndërmend si flashbacke të zhurmshme. Nuk munde më, s'ka kuptim, më mirë të vdiste, dhe ai e dëgjoi veten duke përshpëritur natën. Pse mami? Pse? Dhe s'të përgjigje askush. Rikthimi i kujtimeve të fundit para komës një seancë me terapiste neurologjike. Ardi filloi të kujtonte ditën e aksidentit. Ishte një fest në qytet. Miqt, zhurma, alkooli. Më pas grindja me ish të dashurën. Dola me shpejtësi. Moti ishte me shi. Trotuari ishte i lagësht dhe një dritë e fortë. Pastaj asgjë. 5 vite të zhdukura. Lëng pa jetë. Tani ai ishte kthyer. Por jeta që njihte nuk ekzistonte më, raporti i ri me nënën Mira nuk pushonte së ardhuri. Por çdo hap drejt tij ishte një provë guximi. Një ditë, ajo u fut me një album fotografish. Ishin të vjetra, të zverdhura nga koha. Ardi në ditëlindjen e 5, Ardi te dita e parë e shkollës, Ardi me biçikletë, Ardi që flinte mbi gjoksin e saj. Ajo ul përballë tij. E di se më urrej dhe ndoshta e meritoj. Por dua t'i shohësh këto që të kujtosh kush kam qenë, jo kush u bëra. Ai i mori albumet me duar që dridheshin, i hapi ngadalë. Pa fytyrën e vet fëminore, pa buzëqeshjen e nënës së tij që e mbante për dore. Pa sytë e saj të lumtur që tani ishin të shuar, dhe shumë ngadalë një copëz e vogël e shpirtit të tij filloi të lëvizte. Sikur brenda dhimbjes, një grimc dashurie e vjetër po trokiste. Ai ngriti sytë dhe për herë të parë pa nënën drejt. Ajo po dridhej, po priste dënimin, nuk të urrej. Mira shpërtheu në lot. Faleminderit, bir faleminderit, por pastaj ai shtoi, por jam i lënduar. Ajo u ngrir, e di. Do më duhet një jetë për të ta shlyer. Dhe Ardi uli albumin mbi prehër. Do të duhet kohë, mami. Ishte fjala e parë e sinqert drejt shërimit. Jo falja, jo amnistia, por pranimi i plagës, dhe kjo ishte një fillim. Vendimi i madh në fund të kësaj pjese të rrugtimit, mjekët njoftuan se Ardi po përparonte mirë. Me shumë punë, mund të ecë brenda 2 muajve, tha fizioterapisti. Do të ketë rikthim të plot, shtoi mjeku neurolog, por emocionalisht kërkon kujdes. Dhe kështu një ditë pasi e kishin ulur në karrocë, ai pa nga dritarja një grup njerëzish që qeshnin në shi. I duke e pabesueshme që jeta kishte vazhduar pa të. Dhe papritur e ndjeu një shtytje brenda vetes. Dua të dal jashtë. Dua të provoj të jetoj. Ai thirri Elenën. Më ndihmo, dua të shoh botën, qoftë edhe 1 minutë. Ajo vrapoi te mjekët për leje. Dhe kur ja solli karrocën, Ardi mori frymthell. Ishte hera e parë. Pas 5 vitesh në koma dhe disa javësh ringritjeje, që ai do të dilte jashtë spitalit për pak minuta. Por nuk e dinin se ato minuta do të ndryshonin gjithçka.